Komplet në Vajberin, mos mbyll. Haqse e shoh çash lida, vetëm këtu e kam Mustaf Shabanin. Mirë se edhe Mustaf. Përshëndetje shkëlzen nga Kosova, nga vllau im, që bashkim hiqtun që të studion e nipit tim ku punon ky. E më herët jem konë i lidhën me pasvar tjetër, tash po diçka më mirë. Uroj që të kalu bukur në Kosovë të vllavi, ku ka më mirë, mu kënaq njëri, vërtet uroj të kalosh mirë ato ditë që ke vendos me kalu atje. Falmirë shumë. Qysh ishin, a ishin mirë, a ishte mirë? Mirë. Vllau, motra, krejt mirë, edhe sa po erdha këtu, tani unë e kuptova temën që kese trajtoj edhe agimin në njërë fantastike, cilën e përshëndes edhe gonën edhe tjerët. Shumë falënderit. Po, unë isha ullën me disa kusheri në një kafene dhe isha disa njerëz po marshojnë rrugës. Unë alëm para shtatorës së Adem Demoqit dhe kishin një flamur duke i sikur të ishte i OÇK-s, diçka qashtu. Sinqerisht jam pak i lodhën me këto zhurma që po bojnë jo veteranë dhe këtu, dhe në shqim parë nuk më pëlqeu. Dhe po bisedoj me ata, jo, tha, nuk ka të bëj kjo me diçka në këtë drejtim, po është një shoqat e mirë. Shoqata po quhej Roja e Kohës, cilën e udhëheq një Shaip Përnova, i cili ka qenë edhe Roje e Kohës, ka qenë edhe i burgosen për një kohë të gjatë, dhe prandaj edhe emri i shoqatës Roja e Kohës. Unë dava nga ata që ishim ullëm, me që isha edhe agjerushëm, dhe i vrejta që ata shkun edhe tek shtatorja Ibrahim Rgovës, e nderun edhe ato, dhe u binda që duhet tjetë një shoqat jo politike. Duke i përcjellur njëri nga ta më njohu dhe u afrova me ta, eca deri para komunës, ku ata dëshiron të shkojnë të mbanë një akademi për helmimet e vitit 1990. Kishte ato që ka qenë i goditur nga helmimet serbe, dhe më treguan që një familje do e falë një gjak të familjes. Diçka që më bëri përshtypje shumë të madhe. Mua më pyeti njëri, a kisha mundësi diçka me një monolog diçka. Unë kështu ashtu kisha pak përgatitur diçka nga ato video të shkurta e Kieti, sepse jam prezantu në Zvicër, tek shoqata Lëvizja Deçanit, dhe faktikisht isha i përgatitur për atë akademi dhe mesazhin e saj. Ato u prononcuan, ose me fjalë raste ju drejtuan akademisë, ish kryetari komunës, veprimtari i ditëve të hershme edhe i demonstratave 68-s, Ilaz Periva, një njeri fantastik, profesori shumë i nderuar Nezmi Ganiu, njëri ndër historianët më të zellshëm që ka Kosova, dhe secili vetëm nëse hyn në Google dhe e jap numrin Nezmi Ganiu të sheh videot, i cili me mishë shpirt mbron tezën e autoktonisë shqiptarëve dhe gjëra tjera. Ishte fantastik. Dhe vajza e Nexhat Lubritës, i harrova emrin e saj, me një recitim fantastik më bon për veti. Më ftuan edhe mua dhe doli mirë, edhe si e thash, edhe atu falë edhe një gjak. Unë që sot
Jo, që nga ajo ditë pranova të bëhem pjesë e kësaj shoqate, që qëllim e ka qytetarin, harmonin dhe mbrojtjen e identitetit kombëtar. Ka gjosa që edhe emri i shoqatës do të shkon këtë drejtim, është propozimi edhe i profesorit Necmi Ganiu, dhe atu mbrom ishim në darkë apo iftar, që u shtjelluan shumë gjona dhe ofruan edhe shumë projekte për të ardhmen. Nëse realizohet diçka nga ato, unë besoj që kjo shoqatë do të jetë një ndër shoqatat më të mira dhe do e merr flamurin si kampione e ideve të mira që nuk ka skajshmëri politike, nuk ka politika, mirë po mirët me problemet e qytetarëve, të kaluarës edhe të tashmes. E urojmë nga zemra, urojmë që t'ja dali domethënë, të ketë sukses. Po. Aktualisht dhe kanë shtri edhe një degë në Fushë Kosovë, kjo është informata e fundit që kam marrë. Unë me një shumë simbolike sot i kam përkrah. Ka